Ekziston një lloj ironie frikshme apo jo, kur bëhesh prind për herë të parë. Ua, absolutisht. Është një ndryshim total i botës. Fiks, ne fillojmë të mbyllim dyert me qelës 2 herë, instalojmë kamera sigurie, mendojmë për rreziqet në rrugë, domethënë bëjmë gjithçka për të mbajtur çdo kërcënim jashtë. Po, i shohim rreziqet gjithmonë si të jashtme. Sakt. Por sipas materialeve fantastike që po shqyrtojmë sot, të cilat bazohen tek udhëzimet e prindërimi, rreziku më i madh për një foshnjë 6 muajshe nuk vjen as pak nga jashtë. Është krejt e kundërta në fakt. Po, rreziku më i madh është pikërisht brenda atyre mureve të sigurta, shpesh në dhomën ku ata flen apo nga vetë krevati i tyre. Dhe ky është fokusi i kësaj analize të thelluar sot. Është një paradigmë që të përmbys gjithçka që, domethënë, mendonim se dinim për shtëpinë. Ne instinktivisht e shohim shtëpinë tonë si një kështjell. E vërtet, ndihemi të mbrojtur aty. Por për një foshnjë që sapo ka filluar të zbulojë botën, ajo kështjell është një terren i huaj, një peizazh tërësisht i panjohur, plot me objekte të përmasave të papërshtatshme. Cepa, të mprehta kudo. Fiks, cepa të mprehta dhe hapësira të pallogaritura për përmasat e tyre. Ne duhet t'i heqim ato syzet e të rriturit, si të them, dhe të fillojmë ta shohim shtëpinë ashtu siç e shohim ata. Dhe kjo është edhe arsyeja pse jemi mbledhur sot. Qëllimi është të marrim atë ankthin e famshëm të prindërimit, atë ndjesinë sigur çdo gjë rreth teje mund ta lëndoj fëmijën. E njoh shumë mirë atë ndjesi. Të paralizon ndonjëherë. Të paralizon absolutisht, dhe duam ta kthejmë atë ankth në hapa tepër praktik, sepse burimet tona kanë një qasje që, të them të drejtën, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Po, qasja është shumë pozitive. Ato thonë se siguria nuk është frikë, është dashurinë veprim. Më duket një koncept kaq fuqizues për ne si prindër. Është një moto e shkëlqyer, sepse kur veprojmë nga frika, ne jemi thjesht të stresuar, e teprojmë aty ku nuk duhet. Dhe humbim fokusin, besoj. Pikërisht, dhe i lëm zbuluar rreziqet e vërteta. Dashuria në veprim do të thotë të bëhesh arkitekti i mirëdisit të fëmijës tënd. Ti ndërton një hapësirë ku ata mund të lëvizin. Ku mund të zhvillohen lirisht. Sakt, pa pasur nevojë të thosh jo çdo 5 sekonda. Por për ta bërë këtë me sukses, si fillim duhet të kuptojmë mekanikën, se si funksionon ky eksplorues i vogël. Atë le ta zbërthejmë këtë, sepse jam i bindur që ka shumë keq kuptime. Të them të drejtën, kam menduar gjithmonë, ashtu si shumë njerëz, se një foshnjë në muajt e parë është mjaft e sigurt. Pse mendoje kështu? Thjesht sepse nuk bën asgjë. Rri shtrirë. Duket sikur mungesa e ecjes nënkupton automatikisht mungesë rreziku. Do thonë, është thjesht një bebe, nuk lëviz. Kjo është shumë e zakonshme. E çfarë të lashe mund të futet një qenie që rri vetëm në shtëpi apo jo? Dhe ky është iluzioni më i madh dhe më i rrezikshëm nga të gjithë. Mungesa e kontrollit të plot motorik nuk do të thotë mungesë e plot lëvizjeje. Si kështu? Foshnjat në 6 muajt e parë bëjnë lëvizjet pa e dishme, reflekse dytësore, një lëvizje forte këmbëve, një spazm me muskujve të shpinës. Ato lëvizjet e papritura që bëjnë ndonjëherë. Fiks ato. Dhe papritur, ajo foshnja që ishte në qendër të krevatit, në një fraksion sekondi është rrokullisur drejt një cepi. Dhe ja ku qëndron problemi thelbësor. Që nuk kthehen dot mbrapsht. Saksësisht, ata kanë forcën për të rrokullisur ose për të shtyrë veten drejt rrezikut, por nuk kanë koordinimin motorik për të ndaluar dorën ose nuk kanë muskujt e qafës për të kthyer kokën mbrapsht nëse u bllokohet frymëmarrja. Është një kombinim vërtet i frikshëm kur e mendon. Ata mund të shkojnë drejt rrezikut, por nuk e zhbojnë dot veprimin që sapo bën. Asnjë shans ta zhbojnë. Dhe për më tepër ata përpiqen të kapin çdo gjë rreth e rrotull. Burimet tona specifikojnë qartë që 2 mjetet e tyre të vetme për të lexuar botën janë goja dhe duart. Po, janë të vetmet sensor që kanë nën kontroll. Por pse goja? Domethënë, nuk mjafton të shikojë një objekt siç bëjmë ne të rriturit. Këtu neurobiologjia bëhet vërtet magjepse. Një i rritur e skanon dhomën me sy. Ne e dim nëse diçka është e ashpra apo e nxehtë thjesht duke e parë, apo jo? Po patjetër, kemi përvojën. Por, për një foshnjë 6 muajshe, vizioni është ende në zhvillim e sipër. Ata nuk e perceptojnë mirë thellësinë apo detajet e imta, por goja. Çfarë ndodh me gojan? Goja ka përqendrimin absolutisht më të madh të mbaresave nervore në të gjithë trupin e tyre në atë moshë. Është fjalë për fjalë skaneri i tyre 3D. Wow,
Skaner 3D. Fiks. Por një foshnjë fut diçka në gojë, truri i tyre po bombardohet me të dhëna komplekse. Po mat temperaturën, strukturën, formën, elasticitetin e atij objekti. Do me thënë nuk është se thjesht kanë gjithmonë uri siç mendojnë disa prindër apo gjyshër. Jo, as pak. Goja është praktikisht një laborator analizash për ta. Tamam, është mënyra e vetme se si ata ndërtojnë realitetin e tyre. Por kthehemi te ai kombinimi fatal që përmendëm pak më parë. Ai që futen në rrezik për s'dalin dot. Stakt. Kur bashkon këtë instinkt neurologjik që absolutisht çdo gjë duhet skanohet në gojë me mungesën e kontrollit për ta nxjerrë ato objekt jashtë nëse është i rrezikshëm, Të merr, po? ti merr një qenie jashtëzakonisht të cenueshme në këtë moshë, nuk ekziston fare koncepti mësimit të rrezikut. E vërtet, s'kan logjik për atë punë. Nuk mund t'i thuash një fëmijë 5 muajsh, kjo të mbyt apo kjo të djeg. Është mjedisi ai që duhet të mbajë 100% të barrës. Pra mjedisi duhet i përshtatet fëmijës, jo e kundërta. Dhe kjo na çon natyrshëm te zona ku mjedisi duhet jetë më i kontrolluar i mundshëm. Te krevati. Pikërisht, krevati i tyre. Dhe këtu, të them të drejtën, kjo bie ndesh me gjithçka që shohim çdo ditë në rrjetet sociale. Të gjithë duan ato dhomën e përsosur. Ato fotot perfekte në Instagram. Fiks, hapim Instagramin ose revistat e dizajnit dhe çfarë shohim? Krevate që duken si re të buta pambuku, jastëk me forma kafshësh të pyllit, mbrojtëse ansore të trasha, batanie me shtresa fantastike. Arushe pellushi gjigante këmbë të krevatit. Po, duket vërtet e mrekullueshme, por udhëzimet tona e thon troç. Një krevat duhet jetë absolutisht bosh. Vetëm një dyshek i fortë. Bosh, pa asgjë tjetër. Unë pranoj. Jam i sinqert. Më parë mendoja se një krevat i tyjet bosh ishte pak si i trisht, gati klinik. Pse duhet ky kontrast kaq i fortë? Është një përplasje e drejt për drejt mes marketingut të produkteve të fëmijëve dhe realitetit të ashpër mjekësor pediatrik. Që nuk përputhen fare. Fare. Neve na shitet iluzioni estetik se një krevat i mbushur plot tregon ngrohtësi, rehati dhe një prindërim, si them, të përkushtuar. Sikur e do më shumë fëmijën nëse jam mbush krevatin plot. Eksakt, por mjekësia ka një protokoll tepër të qartë. Ata thonë gjumi sigurt shpëton jetë dhe arsyeja prapa kësaj është thellësisht anatomike, jo estetike. Cila është arsyeja anatomike atëherë? Për një të rritur, jastëkët e butë janë sinonim i rehatis, por për një foshnje, ata janë kurthe vdekjeprurse. Wow, kurthe vdekjeprurse, si funksionon eksaktësisht ky kurth? Sepse njerëzit mendojnë, është thjesht një jastëk i butë, çfarë të keqe ka? Le të flasim pak për atë që në mjekësi quhet rithithja e dioksidit karbonit. Në rregull, të dëgjojmë. Imagjinoni sipërfaqe të butë, si një jashtëk apo edhe një dyshek që nuk është i fortë mjaftueshëm. Foshnja rrëkulliset, qoftë edhe aksidentalisht gjatë natës, dhe fytyra e saj mbështetet aty. Të pjesa i butë. Po, dhe për shkak se është e butë, krijohet një xhep i vogël, një grop ajri rreth fytyrës së tyre. Por foshnja merr frym, ajo nxjerr dioksid karboni pikërisht në këtë grop. Dhe aty mbetet ai ajër. Saktësisht, brenda pak minutash, ajo po thith sërish po atë dioksid karboni që nxori, në vend të oksigjenit të pastër nga dhoma. Niveli i oksigjenit në gjak bie në mënyrë drastike. E pabesueshme. Dhe duke qenë se, siç e diskutuam, ata nuk e kanë zhvillimin motorik për të ngritur qafën apo për ta shtyrë trupin për të rrotulluar mbrapsht, Thjesht bllokohen aty. po, ata thjesht humbasin ndjenjat në heshtje. Është gjëja më e frikshme për një prind. Është absolutisht e frikshme. Dhe e shpjegon kaq qartë, domethënë, pse dysheku duhet të jetë i fortë, në mënyrë që të mos krijohet asnjë lloj grope ajri nëse fëmia kthen kokën në anë. Pikërisht kjo është arsyeja, një dyshek i fortë, fëmia gjithmonë i shtrirë në shpinë, për të mbajtur rrugët e frymarrjes të hapura drejt tavanit. Dhe asgjë tjetër rreth e rrotull. Absolutisht asnjë objekt rreth tyre. Çdo jastëk dekorativ apo batanie shtesë është një objekt që mund të bllokojë qarkullimin e ajrit. Një dhomë e sigurt bebeje duhet të ngjajë me një galeri arti minimaliste. Kjo është një analogji e bukur, galeri arti minimaliste. Muret, një krevat, një dyshek i fortë dhe vetëm fëmia brenda. Kjo është dashuria në veprim. Të mposhtësh atë dëshirën tënde të brendshme për të bler atë arrushin e bukur. Fiks.
sepse e di që siguria fizike e tyre qëndron shumë mbi çdo lloj pamje estetike. Kjo kërkon një ndryshim të madh mentaliteti, por natyrisht kjo vlen për kohën kur dera e dhomës mbyllet dhe fëmia fle. Po, për pjesën e gjumit. U mbet atë barrierën fizike. Aty fillon sfida e vërtet. Shtëpia kthehet nga një galeri minimaliste në një park lojrave plot kurthe, nëse mund ta them kështu. Dhe ky është fiks momenti kur prindrit duhet të fillojnë atë që unë e quaj gjeometria e foshnjës. Gjeometria e foshnjës, tingëllon interesante, si funksionon? Ne të rriturit skanojmë një dom salloni nga një lartësi prej 1,5 metre ose më shumë, duke qëndruar në këmbë, dhoma duket perfekte. Gjithçka në vendin e vet. Librat janë në raft, televizori në vendin e tij, gjithçka është e pastër. Por nga perspektiva e dikujt që është 20 centimetra nga toka, Zot, po, ndryshon gjithçka. Struktura e shtëpisë ndryshon tërësisht. Çdo gjë që është në atë lartësi ose që mund të arrihet duke u tërhequr lart, domethënë duke u kapur, ka potencialin e një rreziku të madh. Më pëlqen njerëzakorisht shumë vizualizimi që jepnin materialet për këtë pjesë. Ato praktikisht sugjerojnë që prindrit të bëjnë një audit të sigurisë duke u zvaritur barkazi nëpër shtëpi. Është teknika më e mirë. Ti imagjinosh veten duke u shtrirë në parketin e sallonit dhe duke ecur me bëryla nëpër shtëpi, duket paksa qesharake. Mendo të shohë një fqinj nga dritarja. Do mendoj se ke lajthitur. Fiks. Por pastaj zbret atje poshtë dhe e vërtetë është se ti nuk e kupton sa shumë kablo të rrezikshme ka prapa atij komodinit, derisa fytyra jote të jetë realisht në nivelin e parketit. Është një ushtrim që ta hap syt. Kur je barkazi e sheh atë monedhën e harruar nën divan dhe ajo monedhë është rreziku numër 1. Monedha. Kaq e rrezikshme është. Ja zakonisht, rrugët e frymëmarrjes së një foshnjeje në 6 muajt e parë kanë diametrin e një pipëze lëngjesh. Wow, aq të ngushta? Po, është diçka jashtëzakonisht e ngushtë. Rregulli praktik është çfarëdo objekti që arrin të kalojë lirisht përmes atij tubi të kartonit të letrës higjienike, Ati cilindrit të brendshëm, domethënë. Sakt, nëse kalon aty, është mjaftueshëm i vogël për të bllokuar në fytin e foshnjës. Monedha, bateri të vogla, kopsa të rëna, pjesë të vogla të lodhrave të fëmijëve më të mëdhenj. Po kablët dhe mobiljet, unë as që mendoja që një komodine e rënd mund të ishte kërcënim. Domethënë deri kur fillova të shoh gjërat nga ky këndvështrim. Kablot elektrike, sidomos ato të llampave apo televizorëve, ngjajnë si litari perfekt i shpëtimit për një fëmijë që po përpiqet të ngre veten në këmbë. Ai instinkti për të kapur diku. Ata kapen pas kablos për të ngritur. Dhe fizika e thjesht bën që llamba apo pajisja të bjerë drejt për drejt mbi kokën e tyre. E njëjta gjë vlen për raftet e librave apo sirtarët. Sirtarët i shohin si shkallë. Për ne është një mobilje ruajtëse. Për një fëmijë 6, 7 apo 8 muajsh, ai sirtari pa kufizuar poshtë është shkalla e parë e një mali që duhet ngjitur. Dhe me që ata i tërheqin poshtë, ndryshon pasha? Saktësisht, nëse komodina nuk është e mbërthyer fuqishëm me vida në mur, pasha e fëmijës në pjesën e përparme ndryshon qendrën e gravitetit dhe e gjithë mobilja kthehet përmbys mbi ta. Është marramense kur e mendon kështu. Pra, duhet të fiksojmë mobiljet, të mbulojmë prizat, të heqim kablot nga dyshemeja. Ky është mjedisi pasiv, le të themi. Po, kjo është pjesa mekanike e mbrojtjes. Por ka disa momente në ditë ku ne ndërveprojmë në mënyrë aktive me fëmijën, si për shembull ushqyerja dhe loja. Kam parë prindër që për shkak të lodhjes ose mungesës së kohës përpiqen ta ushqejnë foshnjën, ndërkohë që televizori gjemon në sfond. Ndodh rëndom satkesisht. Apo ndërsa dikush tjetër lëviz me shpejtësi nëpër kuzhinë. Por udhëzimet thonë se gjatë kësaj faze, ushqyerja kërkon një ambient pa asnjë lloj shpërqendrimi, rutinë dhe qetësi absolute. Apo flasim thjesht për t'i mësuar fëmijës një disiplinë këtu? Jo, as pak. Nuk ka të bëj fare me disiplinën. Këtu kthehemi sërish te mjekësia dhe anatomia atyre foshnjave. Si lidhet kjo me mjekësinë? Të ushqyerit, qoftë nga gjiri, qoftë nga shishja, apo ushqimet e para solide, është ndofta procesi më kompleks mekanik që trupi tyre kryen në atë moshë. Sepse kërkon koordinim. Fiks, koordinimi i njëkohshëm i muskujve për të thithur, për të gëlltitur dhe për të marrë frymë, pa i çuar ushqimin në rrugët e gabuara, kërkon një përqendrim të jashtëzakonshëm neurologjik. Dhe ne nuk e kuptojmë sepse për ne është automatike. Për ne është e lehtë, për ata është sfidë. Nëse ti ke një televizor me volum të lartë, ose vëllain më të madh që vrapon me zhurmë aty pari, foshnja reagon ndaj atij stimuli vizual apo zanor.
Ata instinktivisht kthejnë kokën, apo jo? Sakt, ata kthejnë kokën me shpejtësi drejt zhurmës. E kuptoj tani, dhe aty prishet koordinimi i gëlltitjes. Eksakt. Ajo lëvizje e papritur e qafës, ndërkohë që kanë qumësht ose ushqim në gojë, rrit në mënyrë dramatikisht rrezikun që lëngu të shkojë në trake dhe jo në ezofag. Pra, rrezik mbytjeje. Po, një ambient i qetë gjatë ushqyerjes nuk është një luks zen i prindërimit modern, është një kërkesë absolute fizike për të shmangur episodet e mbytjes. Është kaq e logjikshme kur ta shpjegojnë ashtu. Dhe pastaj, kemi lojën. Këtu hyjmë në atë që unë e shoh si një nga presionet më të mëdha shoqërore të kohëve tona. Po, presioni për të pasur fëmijë të jashtëzakonshëm. Fiks. Jemi të bombarduar nga ideja e zhvillimit hershëm, apo domethënë si të rrisim një gjeni. Është e lehtë të thuhet mbajini lodra të thjeshta dhe të sigurta, por pastaj shef fëmijën e komshiut. Me to super lodrat e shtrenjta. Po, me një stacion lojrash super interaktiv që lëshon 300 drita, flet 3 gjuhë dhe ka 100 butona të vegjël të ngurtë. Dhe ty të duket sikur po e lë fëmijën tënd mbrapa, nëse i jep thjesht një kub të madh prej pëlhure. Është e vërtet, ky faj prindëror ekziston kudo. Ne ndjem trysni të japim lodra tepër stimuluese për trurin, por udhëzimet këmbgulin që rregulli i artë mbetet siguria para stimulimit, vetëm lodra të mëdha, pas një pjesë që mund të shkëputet, si dreqin qendet balanca këtu. Kjo pyetje kap thelbin e një prej miteve më të dëmshme sot. Ky tension, si të them, ndodh sepse ne po i aplikojmë pritshmëritë tona si të rritur apo marketingun e korporatave mbi neurobiologjinë e një foshnjeje. Që do të thotë? Çfarë është stimulimi realisht? Për ne mund të jetë një lojë komplekse kompjuterike, por për një foshnjë 3, 4 apo 6 muajshe, për ta çfarë është? Është thjesht zbulimi i faktit që ata mund të lëvizin gishtat e dorës së tyre. Është një shpërthim i jashtëzakonshëm sinapsesh në tru. Vetëm një lëvizje dore. Absolutisht, me kub i thjesht, i butë, me 2 ngjyra të forta kontrastuese, i ofron trurit të tyre të gjithë stimulimin pamor dhe taktil që mund të përpunojnë me sukses në atë moment. Pra nuk po i privojmë nga ndonjë inteligjencë e hershme nëse i japim diçka të thjesht. Absolutisht jo. Dhe jap se qasja siguria e para është në fakt zhvillimi më i mirë i mundshëm. Si ashtu? Mendojeni pak. Çfarë ndodh nëse ti jep fëmijës një lodër komplekse, por me rrezik? Ti duhet të qëndrosh sipër tyre si një helikopter. E vërtet, rri gjitha ankth. Kur ata e fusin atë lodrën e rrezikshme në gojë, ti u lëshon dorën. U thua jo, ja tërheq lodrën. Ky tension i vazhdueshëm e mëson fëmijën me ankth dhe u pret hovën. Kuptoj, ti po i ndërpret eksperimin e tyre. Sakt, por nëse i jep një lodër 100% të sigurt, të madhe, të butë, ti si prind mund të tërhiqesh 2 hapa prapa dhe të relaksohesh. Dhe foshnja e ka nën kontrollit situatën. Foshnja fiton autonomin për të eksploruar objektin në mënyrën e vet, për ta futur në gojë, për ta hedhur, për ta shtypur. Liria për të eksploruar vet pa u ndërprer çdo sekond, ndërton ato që ne i quajmë pavarësi njohëse. Pavarësi njohëse, do të thonë ata mësojnë të mësojnë vet. Është stimulimi më i fuqishëm që mund t'u japësh në atë moshë. Wow, kjo është fjalë për fjalë një peshë që të hiqet nga supet. E liron prindin nga ndjenja e fajit. Po i gjithë kjo strukturë, më duhet të pyes, mbështetet tek një kolon e fundit apo jo? Cila kolon? Le të supozojmë se i kemi bërë të gjitha. Krevatin e kemi bosh, mobiljet i kemi mbërthuar fuqishëm në mur, lodrat i kemi të sigurta. Të gjitha këto mbrojtëse prizash dhe dyshek të fortë. A ka ndonjë vlerë nëse ne vetë dështojmë si njerëz? Kjo është një pyetje thelbësore. Sepse burimet paralajmërojnë ashpër për faktin që gabimi më i madh dhe më fatal është gabimi njerëzor. Lënia e bebes pa mbikëqyrje apo nënvlerësimi. Këtu ndeshim konceptin e përgjegjësisë së përbashkët. Po. Dhe ky është ndoshta thelbi më i ashpër i gjithë këtij diskutimi që po bëjmë. Ne nuk mund të abdikojmë nga përgjegjësia jonë duke e deleguar atë tek një mbrojtëse plastike për qoshet e tavolinës. Nuk mjafton vetëm plastika. Teknologjia mbrojtëse në shtëpi nuk është aty për të zëvendësuar prindin, është aty thjesht për të blerë kohë. Vetëm kohë. Po, nëse një fëmijë drejtohet te një priza, fakti që priza ka një kapak sigurimi të jep ty 2 ose 3 sekonda kohë shtesë për të ndërhyrë para se të ndodhë një tragjedi, por ti duhet jesh aty për të ndërhyrë. E vërtet.
Gjatë leximit, mua më erdhi ndërmend vazhdimisht një analogji, nuk e di pse. E shija këtë funksionim njësoj si siguria e ekuipazhit në një nëndetse bërthamore. Interesante kjo. Si ashtu? Në një nëndetse, ti mund të kesh muret më të trasha të çelikut, dyert hermetike më të sofistikuara në botë, dhe radarët më të saktë. Por nëse operatorin e merr gjumi, nëse dy anëtarët e ekuipazhit nuk i thonë njëri tjetrit, unë po e lë këtë post. Merri ti, e gjitha ajo teknologji dështon dhe uji futet brenda. Është një krahasim jashtëzakonisht i goditur, jam e sigurt për këtë. Në shtëpi, mbrojtësit e qoshjeve janë dyert e çelikut, por ne prindrit jemi ekuipazhi. Problemi është që ekuipazhi këtu përbohet nga njerëz që mund të kenë fjetur vetëm 2 orë në natë. Tamam, janë ekuipazhi raskapitur. Si mund të realizohet kjo përgjegjësi e përbashkët kur je i raskabitur fizikisht dhe mendërisht? Ajo analogjie nëndetëses, vizualizimi më i saktë i mundshëm, dhe ti thekson thelbin e problemit, lodhjen. Privimi nga gjumi që është realiteti i çdo prindi të ri, godet drejt për drejt lobin ballor të trurit ton. Dhe çfarë sjell kjo? Kjo do të thotë që reflekset tona janë shumë më të ngadalta. Vëmendja shpërqendrohet kollaj dhe arsyetimi vuan. Ne fillojmë të marrim vendime të gabuara. Po, ne mund të mendojmë, po e lë fëmijën në divan vetëm sa të marrë gotën e ujit në kuzhinë, 10 sekonda do marr. Klasike. Dhe truri i lodhur nuk e llogarit dot që ato 10 sekonda janë të mjaftueshme për një rrokullisje fatale. Prandaj, përgjegjësia e përbashkët nuk duhet lënë në heshtje. Duhet të bëhet një komunikim aktiv, një kalim përgjegjësie me zë të lartë, ashtu si ekuipazhi i asaj nëndetëse që the ti. Pra, duhet vërtet të themi me zë. Po shkoj në tualet, a e ke ti fëmijën në mbikëqyrje? Saktësisht. Duhet që prindi tjetër ose gjyshja ose kushdo që është i pranishëm në shtëpi të përgjigjet vizualisht dhe me zë. Po, e kam unë vëmendjen te fëmia. Të ketë konfirmim të plot. Deri në atë moment, askush nuk duhet ta lëshojë vigjilencën e tij. Asgjë nuk duhet t'i lihet hamendësimit, sepse siç tham në fillim, fëmia nuk vjen me një sinjal alarmi kur vendos të provojë një aftësi të re motorike. E vërtet, s'ka zile që bie, kujdes po lëviz. Fëmia gjithmonë arrin të na surprizoj pikërisht atëherë kur ne mendojmë se jemi një hap para. Dhe me sa duket, vërtet ja vlen të jemi ai ekuipazhi vigjilent, sepse në fund të ditës e gjithë kjo punë, gjithë ky auditi hapësirës nuk shmang thjesht një vizitë në urgjencë. Ka shumë më tepër përfitime, patjetër. Kur e mendon thellë, ajo krijon një ndryshim psikologjik të jashtëzakonshëm brenda asaj kështjelle. Në momentin kur e di që krevati është 100% i sigurt, kur e di që nuk ka kabllët varura dhe mobiljet janë të mbërthyera fort, ti liron mendjen nga i strefi i vazhdueshëm. Pikërisht, niveli i stresit në atë shtëpi bie në mënyrë drastike. Dhe kur prindi është i qetë, kur nuk rri duke thënë vazhdimisht kujdes mos e prek atë, kujdes do biesh, fëmia e ndjen atë qetësi. Dhe reflekton të njëjtën gjë. Fëmia ndihet i lirë të jetë një eksplorues i vërtet, dhe jo, domethënë një burgosur i mjedisit të tij. Kjo është, besoj unë, tablo e madhe e gjithë kësaj historie. Një mjedis i sigurt është i barabartë me lirinë e rritjes. Dhe ky është ai përkufizimi i bukur i mjekësisë parandaluese. Ne eliminojmë frikën e jashtme për t'i lënë vend gëzimit të vëzhgimit. Të shijoj momentin, si thon. Fiks, në vend që të jesh polici shtëpisë, ti bësh spektatori i zhvillimit të një jete të re. E gjitha ajo energji që do harxhohej në stres dhe ankth, kalon në ndërveprime me vlerë, duke krijuar një fëmijëri të qetë e të gëzueshme. Më duket një pikë fantastike për ta përmbyllur logjikën e këtyre 6 muajve të parë. Megjithse, kur këta të vegjël nisin të ecin, më vonë, sfida merr tjetër formë dhe patjetër do ta eksplorojmë një herë tjetër. Do jetë një analizë më vete ajo. Patjetër, por gjatë gjithë kësaj bisede, më ka ngacmuar një mendim paralel që dua ta ndaj. Në përpjekje për t'i mbrojtur, neve na duhet fshejmë kabllët, të mbërthejmë gjërat, të heqim rrëmujen vizuale nga salloni, të pastrojmë ambientin. Na kërkohet të heqim lodrat që fluskojnë drita e theksojnë stresin, të zbrazim krevatët nga jastykët e panevojshëm. Me pak fjalë, domethënë, na kërkohet t'i kthehemi një minimalizmi të domosdoshëm, një thjeshtësie që lë hapësirë për frymarrje. Një lloj pastrimi. Fiks. Të bën të mendosh, apo e rregullojmë ne shtëpinë për fëmijën,
Apo po na detyron fëmia ta kthejmë shtëpinë tonë në një hapësirë më pak stresuese, më të thjeshtë dhe më funksionale për të gjithë ne. Ne shohim këtë proces si një barë për t'i mbrojtur nga bota jonë komplekse. Por mbase duke kërkuar atë sigurinë thelbësore, këta eksplorues të vegjël po na tregojnë në fakt se si ta jetojmë jetën pak më thjeshtë dhe shumë më mirë. Është një reflektim jashtëzakonisht i thellë ky. Në fund të ditës kur heqim gjithë ato rrëmuj dhe rikthehemi te thelbësorja, thelbësorja është e vetë një gjë që ka vërtet rëndësi. Dashuria në veprim, fiks. Ju faleminderit që thelluat me mua në këto burime sot, gjithë ata që na dëgjojnë, mendojeni shtëpinë tuaj këtë mbrëmje. A mund ta kaloni auditi? Barkazi, ide ti keni nga kjo analizë? Veprimi tani u mbet